Ledion Liço, pas lajmit tragjik për vëllain e Gjestit, një dhimbje e kopshme për një familje që pak muaj më parë gëzonte. Lajmi për ndarjen e papritur nga jetat e Eldion Kelmendit, vëllait të Gjestit, fituesit të edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania, ka sjellë një tronditje të thellë jo vetëm në familjen Kelmendi, por edhe në opinionin publik. Një ngjarje e rëndë, një tragjedie e paimagjinueshme, ka shuar buzëqeshjen e një djali të ri dhe ka lënë një boshllëk të pashlyeshëm në zemrat e më të dashurve të tij. Në këtë ditë zie, shumë figura publike kanë reaguar, duke ndarë dhimbjen dhe duke u gjendur pranë familjes. Mes tyre edhe moderatori i njohur, Ledion Liço, i cili është një nga figurat kryesore të spektaklit që e bëri Gjestin të njohur për publikun. Përmes një postimi prekës në rrjetet sociale, ai shkruan: "I trishtuar nga ky lajm. I kopshëm për një familje të bukur që pak muaj më parë gëzonte. Bëhuni të fortë, atë do donte dhe engjëlli juaj. Shoqëruar me një zemër të bardhë, simboli pastërtisë dhe i qetësisë së përjetshme." Fjalët e tij kanë prekur zemrat e mira ndjekësve, të cilët gjithashtu kanë shpërndarë ngushëllime për familjen e Gjestit. Kontrasti mes gëzimit të madh që kjo familje përjetoi pak muaj më parë, kur Gjesti ngriti trofeun e Big Brother VIP, dhe dhimbjes së sotme, është i madh dhe i vështirë për t'u përballuar. Nga skenat e duart rokitjeve, te heshtja e zynë të dhimbjes, jeta tregoi edhe një herë sa e brisht dhe e pamëshirshme mund të jetë ngushëllime familjes Kelmendi. Në fshatin Qumbër të Pejës, ku ndodhi aksidenti fatal, lotët nuk ndalen. Miq, të afërm dhe fshinje përshkruajnë Eldionin si një djalë të dashur dhe të gjallëruar, i cili kishte gjithë jetën përpara. Humbja e tij ka lënë plagë të thella në familjen Kelmendi, ndërsa Gjesti, i cili në sytë e publikut është parë si një djalë i fortë dhe luftarak, tani përjeton dhimbjen më të rëndë të jetës së tij. Mesazhi i Ledion Liços është më shumë se një ngushëllim, është një kujtesë se në momente të tilla, e vetmja forcë mbetet dashuria dhe kujtimi i atyre që nuk janë më. Ai i ftoi familjarët dhe të gjithë miqtë e Eldionit të mbajnë gjallë kujtimin e tij, duke jetuar me forcë dhe duke nderuar jetën e një engjëlli që iku shumë shpejt. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!